Ngrisjen e parë të revoltës pam që i gjithë kampi u përfshi në kryengritje dhe e gjithë dita mbroi disa përplasje mes të dënuarve dhe forcave të regjimit. Në mbrëmje, rreth orës 8:30 ndizet një zjarr në obor. Digjet biblioteka komuniste dhe parullat e propagandës. Sipas dëshmive, zjarrin e ndezi Jemin Xhoka, një 60 vjeçar nga Kuksi, bashkë me Dot Bardhin dhe Ndret Çokun nga Mirdita. Deri tani kemi të bëjmë me një rebelim të burgosurish. Karakterin politik e propozon Xhet Kadeli, i cili jep idenë e ngritjes së flamurit pa yllin komunist. Për këtë gjendet një copë beze e kuqe nga një organ, mbi të cilin Mersin Flashi pikturon shqiponjën e zezë. Flamuri ngrihet nga Xhet Kadeli, Recep Lazri dhe Murat Marta, sa Ndret Çoku bën roje. Është ky veprim që e kthen revoltën në një deklaratë të hapur politike kundër diktaturës. Më 22 maj në mëngjes, në kamp mbërrin zëvendësministri i brendshëm Feçor Shehu. Të burgosur përfaqësues dalin për bisedime. Paulin Vata, Nuri Stepa dhe Hajri Pashaj. Ata kritikojnë regjimin si izolues dhe i dështuar dhe kërkojnë ndër të tjera ndalimin e punës në minjer, risimin e kushteve dhe amnisti. Të njëjtën kohë në kamp mbërrin përforcime nga Risheni dhe Bureli, me forca policore dhe ushtarake. Nga nata e 21 majit deri në mëngjesin e 23 majit, kampi mbetet jashtë kontrollit të autoriteteve. 23 maj në mëngjes fillon ndërhyrja. Të burgosurit rihen, lidhen dhe arrestohen në grupe.